Një aksion I gjerë pastrimi është zhvilluar në Bregdetin e Velipojës me angazhimin e institucioneve vendore dhe strukturave përgjegjëse për mjedisin. Gjatë këtij aksioni, prefektja e Shkodrës, Holta Duda, theksoi rëndësinë e bashkëpunimit mes institucioneve dhe qytetarëve për ruajtjen e hapësirave natyrore, ndërsa drejtori I zonave të mbrojtura Shkodër, Agim Dardha, nënvizoi nevojën për ndërgjegjësim të vazhdueshëm dhe kujdes të përditshëm ndaj mjedisit. Në kuadrin e fushatës kombëtare të pastrimit të zonave bregdetare, në gjithë Shqipërinë janë organizuar në gjitha bashkitë bregdetare fushata vullnetare të pastrimit të zonave bregdetare. Ne sot në koordinimin e Ministrisë së Mjedisit me bashkëpunimin shumë të koordinuar ndërmjet Prefekturës Qarkut Shkodër, Drejtorisë Rajonale të Agjencisë Kombëtare të Zonave të Mbrojtura, Bashkia Shkodër dhe të gjithë institucionet e tjera vendore, na janë bashkuar në mënyrë vullnetare dhe ne po bëjmë sot aksionin e pastrimit në Gryderdhjen e Bunës. Aksioni për gjitha plazhet e pastër Shqipërisë sigurisht është një aksion ndërgjegjësues më tepër që të kemi parasysh se natyra jon çfarë japim na jep ajo. Nëse çdo metrin ne hedhim, po marrim qarkun e Shkodrës, kudo në bazenin e liçenit të Shkodrës përfunojnë në lumin Buna dhe deltën e saj. Prandaj ne kemi bërë aksion duke prandëruar gjitha institucionet të cilat na bashkuan për dhënë një mesazh që duhet të ruajmë natyrën, ta mbrojmë atë sepse është jeta jonë. Autoritetet bëjnë thirrje që çdo qytetar dhe vizitor të kontribuojë në mbajtjen pastër të Bregdetit dhe zonave të mbrojtura, duke theksuar se mbrojtja e mjedisit është përgjegjësi e përbashkët dhe një investim për të ardhmen.